më kollaj. Lam Kosovë pak po kthehemi te ish presidenti Bamir Teupi. Të kujtohet, unë faktikisht e kam ndjek shumë intervistat tua dhe e kam pa që edhe në librin tanë te ke cek që Sali Berisha të kaftuat me u fut në politikë. Po. A është? Po, përderisa unë e kam shkruar në libër, kam një parim në jetë që askush nuk detyron që ti të ulesh për të shkruar. Por në momentin që ti do ulesh për të shkruar, patjetër që duhet në çdo gërm të jesh i vërtetë. Dhe e vërteta është çfarë kam shprehur aty është e vërtetë. Domethënë, ka qenë nëse ju për publikun e Kosovës, në rast se ju keni interes ta thellojmë këtë argument. Unë jam një nga ata qytetar që jam bashkëngjit lëvizjes që në 90-ën. Madje miq të mi kanë qenë në zemrën e lëvizjes studentore. Unë kam qenë më në distancë, sikur se ishte populli i Tiranës, por që ishim një mbështetje se gjithë kishim një mendim. Kishim mendim që një orë më parë të liroheshim nga ai sistem i izolimit të Shqipërisë. Dhe takimet e para sigurisht I takojnë atyre viteve. Ftesa për bashkëpunim kanë qenë qysh atëherë, por unë, me qenë se isha kthyer mbas doktoratës, kisha dëshirë të përfundoja ciklin profesional, edhe u ktheva në institucionin shkencor, që e drejtova për 4 vite rresht, aty ku mora dhe titullin profesor mbrapa, qoftë edhe në universitet, dhe në vitin 96 pasaj në një farë mënyrë isha më gati për të futur në politikë. Politika është shumë e rëndësishme, politika është e bukur, politika është një lloj atraksioni që njeriu kur futet e ka të vështirë të shkëputet. Cili është krahasimi prej fillimit kur e ka njohur Berisha me tash, domethënë prej vitit 96? Ndryshim drastik. Besoj që ka. Çdo njeri ka. Besoj që edhe të tjerët që mund të flasin për mua, do thonë një moment që edhe ai ka një lloj metamorfoze ndryshimi. Sipas me, Berisha sigurisht është njeri me kontribute të forta në politikën shqiptare. Ka qenë në sytë e mi dhe të intelektualëve në përgjithësi një njeri shumë serioz. Një njeri që ishte vështirë të përzihej serioziteti me qoftë edhe momente humori. Pra ishte një njeri jashtëzakonisht I motivuar në punën e tij. Me kalimin e kohës, politika shqiptare në përgjithësi degradoi. Dhe ju keni pa ngjarje që lidhen me parlamentin shqiptar që çdo person që del atje del para opinionit publik. Dhe mund të them që edhe vetë Berisha në një farë mënyrë pat degradimin e tij në sjelljen publike. Pra, ndryshe ka qenë, them Berisha në fillimet e tij, një lider shumë serioz ku vulgariteti nuk gjente vend. Pastaj me kalimin e viteve, si duket edhe nervat ju prishën nga debatet dhe nga mënyra se si po zhvillohej politika në Shqipëri. Por politikani çdo njeri sjelljen e vet e ka me vete. Tek e fundit çdo njeri e din mirë se si I përdor instrumentat e tij, me sa duket ai ka gjykuar që duhet të sillet në këtë mënyrë. Unë personalisht jam mbrojt gjithmonë në konflikteve vulgare. Jam shmangur vulgaritetit. Çdo njeri ka mënyrën. Më pëlqej ish presidenti takimi yt me Sali Berisha në zyrën e tij. Që ke cek në libër që kur ka përçavuar domthonë vetëm sa nuk ka çojt. Kur? Cili është ky moment? Është momenti kur Sali Berisha është hjek nga pushteti, nëse s'gaboj. Po, ka qenë një moment shumë I vështirë që lidhet me 97. 97, sigurisht. 97, dihet historia e traumës së 97-s. Më kujtohet që ka qenë dita kur Berisha la presidencën për të kthyer tek Partia Demokratike. Kam shkuar në mbrëmje për ta takuar, për t'i demonstruar në mënyrë shumë të natyrshme solidaritetin
humant kolegut të njeriut, duke thonë që shtëpia ime është 200 metra larg nga Selia, sepse në atë kohë jetoje në qendër Tiranës. Telefoni im dihet se kush është, unë jam për çdo minutë të 24 orëshit vi me një herë këtu, çdo lloj problemi. Llogarit I thash një mik. Edhe besoj këtë gjë do ta bënte cili do në ato kushte. Sepse njeriu kur është në vështirësi ka nevojë për miq, sigurisht. Se kur është lart pastaj I takon atij të gjykoj për miq. Edhe ashtu ndodhet domosdoshmë. Unë besoj që kështu ka ndodhur. Nuk ka pas hipokrizi. Nuk ka pas hipokrizi sepse ka qenë një ditë vërtet shumë e vështirë. Shumë e vështirë. Jo vetëm për atë, po për gjithë ne, sepse unë isha antar I kryesisë së Partisë Demokratike në atë kohë.